Agim Aliu, i cili pothuajse asnjëherë nuk merr pjesë në seanca të rregullta të Kuvendit Komunal, ka raportuar sot për punën e qeverisjes së tij për vitin 2024. Aliu është lavdëruar se komuna, e cila po përballet vazhdimisht me lëndë përmbarimore e seanca për shlyerje të detyrimeve financiare, ka thënë se pushteti i tij ka bërë investime të shumta në qytet dhe fshatra. Zona urbane njohë investime të rëndësishme në infrastrukturën rrugore përmes asfaltimit dhe rikonstruktimit tërësor të rrugëve kryesore të saj, por se dhe rrugëve të rëndësisë të veçantë si ajo Cendu Golli, Bexhet Sojeva, Gjergj Fishta e shumë të tjera në zonën urbane të shtetit, për të vijuar pa u ndalur me investime të njëllojta edhe në infrastrukturën rrugore të fshatrave. Shefat e grupeve parlamentare opozitare kanë akuzuar Aliun për keqmenaxhim, favorizim të kompanive të afërta me pushtetin, por edhe për përvetësim të investimeve të qeverisë qendrore. Madje flamuri strefi LDK-s e ka quajtur kryetarin frikacak se heshti për skandalin me lejen e pezulluar për restorantin në Parkun Liria, duke i kërkuar që t'u raportojë edhe organeve të drejtësisë. Në fakt, fjalimet e kryetarit Aliu janë gjithmonë interesante për faktin se janë të shpërputhur të plot me realitetin. Në botën imagjinare të tij asnjëherë s'ka asnjë skandal, gjithçka është në rregull, edhe rasti i fundit me lejen ndërtimore të parkut, edhe mesazhet që u zbulun. Ky e gjeti heshtin, relaksin, po mendoj që mirë e bën, pasi që ky sot është dësht me qenë në një raportim tjetër të tërkun e jo këtë vend. Kur tim tash tek shtyr me edhe premtimin që edhe ky e diskuton është puna e stadionit. Asnjë hap vetëm për kryetarin që ke bërë për stadion. Projektin e ka bërë ministria. Financimin është e bërë ministria. Pse deli përmend projektet e ministrisë që janë? Të janë direkte investimet të qeverisë, asnjë cent komuna e Frezojnë ka dhënë. Po nuk peshe problem këto, kur peshe qendrën e mjekësisë familjare që është financimi i qeverisë, që 3 herë drunin deri në temelështin. Deri në temel e ka shit 3 herë drunin në qendrës mjekësisë familjare që është financimi i ministrisë. Aliut në kraj ka ndalë partneri koalicionit nga radhët e AAK-s Xhavet Zariqi, njëherë është kryesuesi i Kuvendit Komunal, por edhe bashkëpartiakët e PTK-s. Edhe nuk është sukses dhe që qeverisë nëse ka ardhur një projekt. Cili do qoftaj, sepse e thova që se ka po asnjë hap për stadionin, e unë po të garantoj që ka po shumë, dhe lejo si qeveri, masi po fleti, jeni mundur maksimum me pengu. Ky raport pune përfshin një gamë të gjerë të investimeve, punëve publike, e mbi të gjitha qasjes për më të mirën për qytetarët që në vazhdimsi e ka dëshmuar qeverisja Aliu. Edhe antarë të tjerë të Kuvendit kanë folur për dhe kundër raportit të Aliut. Jam të mirë.